U cilësua si vajza më e bukur në botë, kur ishte vetëm 6 vjeçe, ja si duket modelja sot. Thilane Blondeau, modelja franceze që u bë e njohur në mbar botën që në fëmijëri, pasi u quajt vajza më e bukur në botë, sot është një emër i konsoliduar në industrinë globale të modës dhe duket ndryshe nga vajza e vogël që dikur mahniti publikun. E pabesueshme, por në të vërtetë, kur ishte vetëm 6 vjeçe, Thilane kishte tashmë 3 vite eksperiencë në modelim, pasi ishte zbuluar nga Jean-Paul Gaultier. Sot është 24 vjeçe dhe vazhdon të merret me modeling. Thilane ka punuar me marka të mëdha si Dolce Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren dhe Hugo Boss, duke u pozicionuar për krasit më të njohur të industrisë së modës. Duke shkëlqyer kështu në pasarela dhe duke qenë fytyra e fushatave të rëndësishme publicitare, nuk është më vajza bjonde që publiku mban mend që nga viti 2022. Ajo është shfaqur me flokë ngjyrë gështenj, një ndryshim i mirëpritur nga ndjekësit e saj të shumtë. Sot, Thilane është shumë më shumë se një titull apo imazh. Ajo është një profesioniste e suksesshme.